Unë jam 29 vjetë, jetoj në Gjermani. Prej moshës në 19 vjeqare, punoj 12 orë në ditë me një fabrik të automjeteve, flaj me një dhomë të vogël me 2 shokë, kurse çdo muaj i dërgoj 800 deri 1000 euro në Kosovë për prindrit, për vllaun e vogël, për shtëpinë. Në fillim, unë isha shumë mirë, shumë krenar me veten. Unë jam shtylla e familjes, këmë thonë. Po me kalimin e kohës, fillova me vrej diçka shumë interesante e cila ja nisi më hangër për brenda. Vllau jam i vogël, 24 vjet, që jeton me prindrit në Kosovë, poston foto çdo fundjavë, kerrin e ri, që unë ja kom ble me kursimet e mia, në për klabe, me shok, në për neja, tu ble teshat shtrejta, edhe tu mbur të thonë ç'është është jeta jam, pa punu as një det. Kurse unë këto, ha buk me salam që me mujt me kursy. Një det vendos, a thash balma. Nuk kom e qu as një cent në shpe këtë muj. Hajtë të shohim që ka po bohat. Edhe bashkë që to, ka ndodh ajo që ma ka thy zemrën. Prindrit më thirrën telefon, amo jo për më vetë që shje djali e ma je mirë, po më thanë, faleminderit që na ke harru. Nana filloj me kajta, qysh mëre na ke braktis, qysh mëre s'na ke qu pare, që ka bojnë ana, vllajët ka nevoj për pare, për benzin, për tesha. Baba më tha, ti je ma i madhe, je për gjec për shpin, që kanë me thonë njerëzit, ka të nëse s'na qan pare. As njone nuk më pyti pse e mora bashkë qëtë vendim. Nuk më thanë, qëre, na të dojna për një me, pa marrë parasysh pareve ose jo. Veç më ofendu në më thanë, këtë gjani fare egoisti e bo, ke harru prind. Qatë natë, e ula kokën një stak edhe kajta si fmi. E pyta vetën, veç pak, a jam unë e për një me mërë djali i tyne, apo thjesht një bankomat që jetën largë? Qysh është e mundur që familja jote, qaj që supozohet me konë streha jote, më të po muni ka që i huj, ka që i përdorën. A është fa jam që jam largë, a është diçka më e thellë që na si Kosovar, që e masim dashurin me pare, edhe me atë se që ka menuj njerëzit.